Kam taku një gjysht vjetër më krye dhe më tha i gjë shumë interesante që ma zbërtheu dramën e shpopullimit në Shqipëri. Më tha, në 90-ën, kur na iknin fëmijët nga shtëpia, thonim, o bobo, na iku fëmija. Kurse tani, i themi, mos u kthemo të keqen mami, të keqen babi. Pra kjo është Shqipëria. Dhe vetëm me këtë fjali zbërthehet gjithçka që ka ndodhur në Shqipëri. Tani si kthehen njerëzit? Unë mendoj që në rast se ne investojmë te njeriu dhe bashkojmë familjen shqiptare, vendi do prosperoj. Ka një plan konkret. Kjo Ministria e Familjes është e modelit grek, polak dhe hungares, cilët kanë pas të njëjtin problem me neve. Politikat janë shumë të qarta. Pra ne duam të investojmë te familja dhe prandaj kemi thënë që kush bën fëmijën e tretë, se ka ca këtu që thonë mos bëni fëmijë. Bëj vetëm një fëmijë. Ora ne duam të bëjmë sa më shumë fëmijë që të shtohet Shqipëria. Po, Alon, po ata që janë me 2 fëmijë kanë të njëjtat probleme që thotë Raldi. Tu ndërhyn qeveria, pra, tu kanë shtëpinë e vet, Grita. Njerëzit që jetojnë jashtë, tu kanë shtëpinë e vet. Flasin gjuhën e vet, hapin biznesin e vet, 5 vitet e parë nuk do paguajnë as si taksë në rast se do vinë nga jashtë brenda. Fëmijën e tretë do ja marrë qeveria nga 0 deri 23 vjeç, do kujdeset për shkollimin, për mencat, për çdo gjë e tjetër. Vetëm kështu mund ndalojmë këta mos na ikin dhe të kthejmë njerëz tjerë nga jashtë. Një